Niveli I kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar ka shënuar një rritje të lehtë gjatë muajit shtator të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Banka e Shqipërisë, raporti I kredive me probleme rrit në 4.37% nga 4.19% që ishte regjistruar në muajin gusht. Ky ndryshim tregon një përkeqësim të moderuar në cilësinë e portofolit të kredisë, por pa sinjale alarmi për stabilitetin e sistemit bankar. Megjithatë, përqindja aktuale mbetet dukshëm më e ulët në krahasim me nivelet e larta që lë pas kriza financiare globale e vitit 2008. Në atë periudhë, treguesi I kredive me probleme nisi të rritej me ritme të shpejta, duke arritur kulmin në rreth 25% në shtator të vitit 2014, që prej asaj kohe sistemi bankar ka kaluar në një proces të gjatë konsolidimi dhe pastrimit të ilaçeve, shkaktuar në një përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së aseteve. Banka e Shqipërisë vlerëson se ulja graduale e kredive me probleme gjatë viteve të fundit është rezultati I një kombinimi faktorësh, përfshirë reforma strukturore në sektorin financiar, bashkëpunimin e ngushtë me qeverinë shqiptare dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, si dhe zbatimin e planit të masave për reduktimin e kredive me probleme, I cili ka qenë në fuqi që prej vitit 2015. Ky plan ka përfshirë rregulla më të qarta për ristrukturimin e kredive, shitjen e kredive të këqija te kompanitë të specializuara të rikuperimit të borxheve, si dhe përmirësimin e kuadrit ligjor për ekzekutimin e kolateralit. Huadhënia me probleme mbetet një tregues kyç për shëndetin e sistemit financiar, pasi mat përqindjen e kredive që nuk shlyhen me afat ose që paraqesin vështirësi në pagesa. Një nivel I ulët I këtij raporti tregon menaxhimin efektiv të rrezikut dhe një ekonomi që funksionon në mënyrë të qëndrueshme, ndërsa një rritje e ndjeshme mund të sinjalizojë probleme strukturore në tregun e kredisë ose në aftësinë paguese të biznesit dhe individëve. Në deklaratën e saj, Banka e Shqipërisë thekson se po monitoron me kujdes zhvillimet në sektorin bankar dhe ka kërkuar nga bankat tregtare të forcojë politikat e menaxhimit të rrezikut, veçanërisht në kushtet pasive të reja ekonomike, që lidhen me inflacionin, ndryshimet e normave të interesit dhe presioneve mbi kostot e jetesës. Po ashtu Banka Qendrore ka inkurajuar institucionet financiare që ofrojnë zgjidhje fleksibël për klientët që përballen me vështirësi pagese, në mënyrë që të shmanget përkeqësimi më tejshëm I cilësisë së portofolit të kredive. Në përgjithësi, ekspertët e tregut veprojnë dhe vlerësojnë, pavarësisht rritjes së lehtë të raportit të kredive me probleme në muajin shtator, sistemi bankar shqiptar mbetet likuid, I mirë kapitalizuar dhe I qëndrueshëm me perspektiva pozitive për ruajtjen e stabilitetit financiar në periudhë afatmesme.